Gjakov gjatë vitit 98-99. Vendimi i gjykatës në të cilin urdhërohet shoqërimi me forcë i menjëhershëm i të pandehurve është marrë me datën 15 prill 2025 pas kërkesës së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës të datës 27 mars 2025. Për këtë temë do flasim së bashku në studion e emisionit të mëngjesit me ekspertin e sigurisë Drizan Shala. Mirëmëngjes Drizan, mirë se erdhe në studio. Mirëmëngjes Gonxha, por ju dhe po shikues të juaj. I lidhim me njëherë në këtë moment dhe të ftuarit përmes lidhjes direkte. Do të kemi besoj vetëm pas pak Armenda Shefci, ekspert sigurie, mirëmëngjes. Faleminderit që jemi me ne, si dhe Valdet Hoxha, avokat. Mirëmëngjes. Faleminderit që jeni së bashku me ne. Atëherë, po e nisim këtu në studio, kemi dhe një dokument të siguruar edhe nga Klan Kosova, si pas vendimit, të cilin ka siguruar Medium Mion, të njëjtit akuzohen se në periudhën 7 dhe 10 maj të vitit 1999, në vendin e njohur si Ura e Taliqit në Gjakov, pjesëtar të forcave ushtarake dhe policore serbe, ndërta edhe të pandehurit kanë hyrë në shtëpi për shtëpi duke i nxjerrë me forcë dhe kanosje civilët shqiptar. Si e sheh këtë urdhër arrest kundër Radojqić dhe do të ketë mundësi që të kapet Radojqić si dhe edhe 19 persona të tjerë? Tani më duhet ta ndajmë në dy segmente të rëndësishme. Në njërin anë, fakti që institucionet tona të Republikës Kosovës kanë kryer edhe duke kryer punë në mënyrë konstante, permanente, duke identifikuar kryesit e veprave të ndryshme penale, në këtë rast vepra penale që bindesh me krimet e luftës, ku tani më kemi një akt akuz të ngritur, edhe një flet arrest ndërkombëtar, në drejtim të Milan Radojqićit. Dhe tani më segmenti i dytë është ku gjendet Milan Radojqići, gjendet pikërisht në shtetin e Serbisë, dhe kjo dëshmon faktin që Serbia është tre e kriminalëve të luftës, është tre e kriminalëve të ordiner, por njëkohësisht bashkërendimi dhe bashkëjetesa në mënyrë konstante të Milan Radojqićit me presidentin Vučić e dëshmon faktin që Serbia pas çdo veprimi edhe në 98-99, po edhe deri me ditën e sotit, qëndron në drejtim të cënimit të rendit kushtetues të Republikës Kosovës, por njëkohësisht edhe duke ndihmuar grupe të ndryshme kriminale. Pra do të jetë i pamundur shoqërimi me forcë të pandehurve, përfshi këtu dhe Radojqić, derisa ata qëndrojnë në Serbi. Derisa shteti i Serbisë, institucionet shtetërore të sigurisë së Serbisë, sikur se që janë VBA-ja, Vojska bezbednosna agencija, pra e cila e mbështet dhe siguron fizikisht Milan Radojqićin, dhe kjo dëshmon faktin që shteti i Kosovës do duhet kërkojë në instancat diplomatike në mënyrë permanente që të dorëzohet organeve të ndjekjes në Republikën e Kosovës për veprat për të cilat dyshohet që ka përfunduar dhe ka kryer, dhe njëkohësisht faktori ndërkombëtar të bëj presion në drejtim të Serbisë, të Beogradit zyrtar ta kushtëzoj në procese të ndryshme. Mendon që do të vijë ky kusht nga shtetet perëndimore? Padyshim që do të vije, sepse tani më nëse ne referohemi një elementit kohor, sepse koha dëshmon faktin esencial dhe krucial që nuk është në favorin e Beogradit zyrtar, sepse po të referohemi rastit të Banjskës, ku dihet që tani me protagonisti kryesor i atij sulmi terrorizëm mbi institucionet e Republikës Kosovës, madje me veprime diverzante, është Milan Radojqići. Po të kishte ndodhur Banjska në një periudhë më të hershme, do sa gjërat nuk ishin më qenë në favorin e Republikës së Kosovës. Ju po thoni që kjo që ka ndodhur është në favorin e Republikës së Kosovës dhe duke rikujtuar që menjëherë pas këtij sulmi që ndodhi në Banjska, Republika e Kosovës ka marrë sanksione edhe nga Bashkimi Evropian. Gonxha, në aspektin politik mund të merr sanksione sepse nuk ka pasur koordinim në kuptimin e komunikimit diplomatik politik, por në aspektin e institucionet legjizbatuese e ka kryer detyrën në mënyrë perfide sipas procedurës përpasur. Kuantikim pastaj dhe politikëbërja. Këtu do desha të dalë, pra. Veprimet më pastaj në aspektin politik të mos koordinimit më të tjeshëm kanë ndikuar që të zvaritet një proces i caktuar i cili de facto në aspektin institucional është përmbyllur në mënyrë permanente. Tani më Milan Radojqić nuk e ka më mbështetjen në listën serbe, nuk e ka më mbështetjen e qytetarëve
të komunitetit serb në atë pjesë. Por e ka një mbështetje më të madhe, e ka presidentin serb. Pikrisht, ato është edhe bërthama dhe themeli kryesor i lëvizjeve kriminale, jo vetëm në raport Kosovë-Serbi, po mos harrojmë një gjë. Milan Radojčić dhe ndikimi i tij i strukturuar brenda sistemit shtetëror të Serbisë në aspektin e institucioneve përkatëse, e ndikon që ai të jetë një promotor i zhvillimeve të cenimeve në aspektin rajonal. Pra jo vetëm për Republikën e Kosovës, po është një potencial i jashtëzakonisht i lartë që të përdoret Milan Radojčić nga kërkesa që ja ofron Vučić në mënyrë permanente që ai të kryej veprime të ndryshme në rajon. Por mos harroni që mund të kemi edhe skenime të ndryshme në drejtim të Republikës së Kosovës, sepse sa më shumë që ne bëjmë presion në drejtim të Milan Radojčićit për të arrestuar, për të sjellë para organeve të drejtësisë, ai mund të vinë në një situatë të kryej veprime në drejtim të komunitetit serb, që më pastaj të veshën institucionet të Republikës së Kosovës. Mirë, po ndal pak tek nikosisht avokati, por edhe ish zëvendës ministër i punëve të brendshme në Republikën e Kosovës, Valdet Hoxha, a mund të na tregosh se si mund të ndodhë që të arrestohet Milan Radojčić në këto kushte dhe në këto rrethana që i kemi pra edhe në raportet me shtetin serb? Shiko, vërtet kjo është sfidë, nuk do koment, mirë, po duhet ta kemi të qartë pavarësisht supozimeve, pavarësisht dyshimeve, në këtë rast të arsyeshme nga Prokuroria Speciale, që Radojčić dhe 19 të tjerët kanë kryer krime kundër popullsisë civile, krime lufte në rajonin e Gjakovës, e trupat e cilëve janë gjetur në një varrezë masive pas luftës në Beograd. Nuk do të thotë që a priori Kosova po kërkon që t'i shpall të fajshëm ata pa një gjykim të drejtë, pa një gjykim transparent, pra duhet të kemi të qartë. Kanë filluar hetimet nga Prokuroria Speciale e Republikës Kosovës, e cila po bën një punë të shkëlqyeshme dhe natyrisht me qenë se prania e këtyre të dyshuarve është e pamundur dhe ka rezultuar që adresat e banimit të tyre janë jashtë Kosovës, atëherë detyrimisht një nga masat për ta siguruar pranimin e të panderave në procedurë është edhe urdhër arresti. Çfarë nuk kupton urdhër arresti? Po angazhohet, detyrohet policia që ti kontaktoj dhe ti sjell para prokurorit apo gjyqtarit procedurës paraprake, e në qoftë se të njëjtit nuk bashkëpunojnë me policinë, atëherë dhunshëm ata mund sillen para gjyqtarit procedurës paraprake. Pra është një masë për ta siguruar të pandehurin në procedurë, që nënkupton vetëm për ta përballë me dyshimet e ngritura nga Prokuroria Speciale e Republikës Kosovës. Por kjo urdhër arresti ndodh vetëm nëse personat futen në Republikën e Kosovës? Kjo është një nga masat që vlen në territorin e Republikës Kosovës. Pastaj, pas kësaj mund pasojnë fletarrestet ndërkombëtare, letërrështimi ndërkombëtar, janë faza të ndara dhe shkojnë njëra pas tjetrës. Nëse për shembull për Radojčić. Konsideroni që duhet të ketë patjetër fletarreste ndërkombëtar për të kapur Radojčić apo edhe 19 të tjerët? Shiko, gjithmonë gjykata dhe prokuroria nisën nga fakti i përdorimit të mjeteve të përdorshme dhe më ekonomike. Pastaj natyrisht varësisht prej vlerësimit, sepse policia duhet i raportojë këtë rast Prokurorisë Speciale të Republikës Kosovës. Nëse është i pazbatueshëm ky urdhër arrest, pra zbatimi i kësaj mase për ta siguruar të pandehurin procedurë, natyrshëm që Prokuroria Speciale duhet t'i mendojë hapa tjerë procedural dhe unë po besoj që do të ketë edhe urdhër arrest ndërkombëtar, sepse dihet botërisht që Radojčić dhe të tjerë të cilët dyshohen për krime të ndryshme, si kundër rendit kushtetues, si veprat penale në domenin terrorist, po ashtu edhe për krime lufte, nuk mund të jenë potencialisht Kosova, pse praktikisht në periudha të ndryshme kohore mund të kenë qenë në pjesën veriore të vendit, por po besoj tashmë kur fokusi i shtetit është në hetimin e këtyre veprave të rënda penale, ata do të jenë të kujdesshëm, pra nuk do të vinë në Kosovë. Prandaj është i nevojshëm edhe urdhër arresti ndërkombëtar, dhe po besoj që është një kohë kur Prokuroria Speciale e Republikës Kosovës do ta ndërmerrë edhe këtë hap, do të bëj kërkesë pranë gjykatës. Mirë. Të marrim dhe mendimin e zotërisë Dashevcit. Dashevci, urdhër arresti për Milan Radojčić dhe 19 serbë të tjerë që kanë kryer krime lufte në Kosovë, a mund të nxit zhvillime, a mund të nxit tensione në veri të vendit?
Tensionet për këtë kriminal nuk bëhen më në pjesën Matan Lumit Ibër, sepse është vërtetuar tashmë që ky person i akuzuar edhe për rastin Bajnsk dhe për shumë akuza tjera, një njeri sankcionuar edhe nga Departamenti Amerikan i Thesarit ka dëshmuar në praktik që ky ka qenë rrezik edhe për popullatën Mirë, po lokale. kemi shumë qytetarë që ende vazhdojnë ta përkrojnë, veçanërisht ata qytetarë serb ku ka një presion më të madh edhe Serbia apo Beogradi në ta. Padyshim se ka, sepse në atë aspektin e sigurisë nuk ka asgjë 100%, por çka është pozitiviteti, është raj populariteti i tij në mënyrë absolute në atë pjesën Matan Lumit Ibër, duke pas parasysh që çka i ka shkaktuar ai Republikës Kosovës, por edhe haraqin dhe krimet e ndryshme me grupin e vet që i ka kryer Matan Lumit Ibër, mund ta them lirisht se përkraja e tij ka ra tepër jashtëmase dhe kjo çka është ardhur nga Prokuroria Speciale e Republikës Kosovës është tepër lajm i mirë për Republikën e Kosovës, sepse po e tregon që siguria në Republikën e Kosovës nuk do të ndalet dhe ata që janë përgjegjës definitivisht se duhet të dalin para drejtësisë, ashtu siç e tha edhe avokati, siç e tha edhe parafolsi, sepse po flasim këtu për 106 viktima dhe grupi i tij, domethënë pas ka bërë krime edhe në vitin 1998-99, që mos ta përmenim atë të Bajnskës sepse e kemi përmendur aq shumë, por kjo dëshmon që institucionet e sigurisë nuk dalin dhe punojnë 24 orë të javës dhe vlen aktive përderisa të arrestohet ose përderisa të tjetërsohet. Mirë, Shala, po flasim pak për presionin që mund t'ju bëhet qytetarëve serb në veri të vendit pas këtij lajmi, pra për urdhër arrest të Milan Radojčić. Mund të eskaloj situata andej, ne e thamë që ndoshta popularitetin, siç po thot dhe zotëria Shefci, nuk e ka Radojčić siç e kishte dikur, por ka presion popullat atje vazhdimisht nga Beogradi dhe ka një ndikim edhe nga presidenti Vučić, i cili po ashtu përkro Radojčić. Padyshim në aspektin e probabilitetit, në qoftë të ne referohemi 3 mujorçe dhe 6 mujorçe të ardhshëm, sepse ne duhet të fokusohemi në probabilitet. Pra zhvillimet të ndryshme që karakterizojnë politikën e brenda politikës së Beogradit zyrtar, mund të reflektojnë në drejtim të cenimit sigurisë publike të nacionale në Republikën e Kosovës në pjesën veriore. Ne dimi që elementi i listës serbe, pra subjekti politik i cili ishte monstrumi Milan Radojčić, sepse ishte de facto edhe vërtet kryetar dhe organizatori i çdo lëvizje dhe madje lista serbe ishte përdorur në orkestrimin e sulmit ndaj EULEX-it, KFOR-it, gazetarëve në pjesën veriore policisë së Kosovës. Dhe tani më në aspektin periudhës 3 mujore, që ne nuk do të mund të shohim një probabilitet të lartë të aktiviteteve të këtij grupit brenda apo formacionet të ndryshme brenda Republikës së Kosovës. Sa? Për arsye që klima politike, të cilën është duke ndjekur në aspektin strategjik Aleksandar Vučić, në aspektin e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk ja mundësojnë që ai të bëjë ndonjë veprim apo të lejojë të kryejnë disa veprime brenda territorit të Republikës së Kosovës, sepse do i hupte mundësia apo shansi që të spastrohet në kuptimin e veprimeve që kanë ndodhur dhe i kanë ndërmarrë në vazhdimsinë në periudhën që tani më jemi duke biseduar. Dhe në periudhën 6 mujorçe mund shoh një potencial probabilitetit mesator të lartë, pra në drejtim të lartë që mund të kemi incidente dhe insinuacione të ndryshme të cilat ndërlidhen kryesisht me zhvillimet. Deshëm apo nuk deshëm të ato që shohim në aspektin Ukrainë-Rusi, sepse ndonjë përparësi, ndonjë ndryshim eventual e forcon probabilitetin që brenda territorit të Republikës së Kosovës dhe po edhe Shtetet të Ballkanit Perëndimor mund kemi situata të ndryshme. Madje nuk është largëment as në aspektin mozaikut, nëse shohim edhe aspektin e largimit të Hungarisë nga Bashkimi Evropian, pra deklarimi i Viktor Orban se do të largohet nga Bashkimi Evropian. Pra e mundëson që faktori ndërkombëtar të fokusohet më shumë në aspektin e rehabilitimit të strukturës së saj politike ndërkombëtare, sesa të fokusohet në një element eksplicit që është Milan Radojčić, pra ka potencial pas 6 muajshit kemi ndonjë incident, por që institucionet e Republikës së Kosovës tani më situatën në veri kanë në kontroll.
Institucionet e Republikës Kosovës kanë bashkëpunim dhe komunikim të thukët me qytetarët e Republikës e Kosovës që janë nga komuniteti serb në mënyrë periodike duke marrë informacione operacionale për veprimet e mëndshme të strukturave. Ne shohim në terren kuptimin e asaj që ka vret një modus operandi të ri të strukturave paralele serbe të cilët tentojnë të mbijetojnë, pra sipas asaj që ka vret dhe shihet ka indicje, pra jo fakte dhe argumente, po ka indicje që strukturat paralele serbe tani në këtë periudhë që përmenda 3 mujosh do të tentohen që të reorganizohen. Pra do të shfrytëzojmë për reorganizim këtë mujorën e parë, e për të reaguar pas 3 muajve apo në 6 muaj. Pikërisht është periudha 3 muaj që dotojnë të ristrukturojnë vetveten sipas gjitha gjasave. Është duke ndodhur ndonjë ristrukturim tani për tani? Ka informacione? Probabiliteti është i lartë që ka tentativë për reorganizim, por nuk është duke ndodhur reorganizim brenda territorit të Republikës Kosovës, por duke ndodhur jashtë territorit të Republikës Kosovës dhe Milan Radoshićit, pra që është duke ndodhur në Rashk. Pra mund të shohim ndoshta pas periudhës. Pra Milan Radoshić është duke ushtruar aktivitetin e tij, nuk po ndalet apo jo? Milan Radoshić është duke ushtruar aktivitetin e tij jashtë territorit të Republikës Kosovës, duke tentuar që përmes elementit shtetëror të Beogradit të influencojë tutje qytetarët e komunitetit serb në atë pjesë, duke i shantazhuar kërcënuar, duke përdorur edhe vegza të ndryshme të subjekte politik liste serbse, njëkohësisht duke bërë presion edhe partive opozitare serbe në Republikën e Kosovës që të mos t'i kundërvijin dhe ta mbështesin politikën e Beogradit zyrtar, ndërsa çdo veprim që është duke ndërmarrë në aspektin e veprimeve të modus operandi janë duke ndodhur në pjesën e Rashkës, ku dihet se Rashka është qendruar tani në qendër operative të shpionazhit serb-rus, dhe të gjitha këto veprime tani ne do mund t'i shohim pas periudhës 6 muajore. Pra, probabiliteti është mesatar i lartë që pas periudhës 6 muajore të shohim veprimet konkrete të organizimeve të caktuara të strukturave paralele që të cilat do të tentojnë, pikërisht në një klimë optimale dhe të përshtatshme politike ndërkombëtare që të veprojnë jo vetëm në Republikën e Kosovës, po ne do duhet tani më ta shohim Milan Radoshić si një person i cili do të vazhdojë të influencojë tutje edhe politikat rajonale në Ballkanin Perëndimor. Mirë, të marrim pak dhe mendimin e zotri Hoxha. Zotri Hoxha, në atë që ka raportohet, thuhet veçanërisht për Rashkë se çfarë është duke ndodhur, si duhet të reagojë dhe çfarë duhet të ketë parasysh shteti, sepse ju keni qenë te dikur ish zëvendësministër i punëve të brendshme dhe sigurisht kush më shumë më mirë se ju do të mund të jepte një mendim lidhur me kë se si do duhet të reagonte shteti. Shiko, shteti është duke reagu, ka reagu vazhdimisht, por pavarësisht mekanizmave të konsoliduar që janë në kufi optimal, kam fjalën për mekanizmat e sigurisë, shteti në tërësi duhet të shohë rreshtimin e drejtë ndërkombëtar, sepse Kosova jo rrallëherë ka pasur drejtë në raport me shpalljen e shtetit të pavarur, në raport me qeverisjen transparente, demokratike, mirë po, jo asnjëherë po thuaj se kemi qenë me fatin e rreshtimit me faktorin ndërkombëtar. Në vitin 98-99... Si jemi në këtë moment, si po rreshtohemi, si e shihni ju rreshtimin e Republikës së Kosovës? Këtë desha të them, pra në vitin 98-99 ne përkundër drejtës tonë fatmirësisht edhe u rreshtuam drejt dhe u koordinuam as ngushtë me faktorin ndërkombëtar dhe erdhi liria, u shpall pavarësia dhe filloi shtetëndërtimi. Tani kur po flasim, nuk mund të kemi ne probleme me emrat përveçëm Radojqić, Veselinović apo kushdo qoftaj. Ne kemi probleme me politikën zyrtare serbe, e të mbështetur nga Federata Ruse, e cila po krijon që ta shpallë si të përkohshëm projektin e shtetit Kosovës. Prandaj, çdo deklarim, qoftë edhe i pakujdesshëm, qoftë edhe pa qëllim të keq, i çdo antarit ose të qeverisë ose i një zyrtari publik në Republikën e Kosovës, që Kosova është projekti i përkohshëm, atëherë kjo çon ujin mullet të tjetër kujt. Prandaj, ne më shumë se sa, sepse mekanizmat e sigurisë po bëjnë punën e tyre. Kosova është me kapacitetet plota për ta eliminuar çdo grup me predispozita terroriste dhe kundër rendit kushtetues. Mirë po, ne duhet të fitojmë, siç e kemi fituar në vitin 98-99, besimin e faktorit ndërkombëtar, që ne edhe mund ta... E kemi humbur besimin? E kemi humbur besimin e faktorit? Ende nuk e kemi humbur, por e kemi lëkund, sepse tani që po flasim, jemi nën sanksionet Bashkimit Evropian. Pra ne
Paramendo paradoksin, ne po kërkojmë Radojqisin dhe shumë të tjerë për krime lufte kundër popullsisë civile që kanë kryer në Kosovë, madje mbi 1500 trupat pa gjetur, të grave, të fëmijëve, të burrave janë ende në avarreza të cilat i din qeveria zyrtare e Serbisë dhe nuk i lajmërojnë, ndërsa në anën tjetër ne kemi sanksione nga Bashkimi Evropian për gjoja për shkallëzimin e statës. Pra, këtë situatë ka sjell vetëm ndoshta padituria qeverisë dhe ndoshta një mendim që ne kemi arritur cakun kur mund të qeverisim si pavarë. Është ke shkuptu sovraniteti. Sovraniteti nënkupton edhe koordinim dhe bashkërendim me fqenjët dhe me partnerë ndërkombëtar. Sovraniteti shekullit 19 ka skadu, nuk ka më territor, popullsi dhe një qeveri legjitime për ta mbrojtur ti pavarësi. E qartë, kam një pyetje për të gjithë nisur nga zotëri Dashevci, si ndikon ky vakumi institucional në sigurinë e vendit? Apo jo sigurinë? Nëse më kishe leju vetëm 30 sekonda, nderuar Gonxhi, vetëm të ndërlidhem me parafolësit, sepse nuk e ndërprej kur askënd. Domethënë në atë aspektin e sigurisë, vetëm të ndërlidhem me Drizanin dhe avokatin, do me thonë përsa është i lira i kryekriminali në rrethin e tij vicioz atje në Serbi. Normalisht që ne do të qëndrojmë në atë stadin që janë 4 stadet e sigurisë, në atë stadin e portokallt, ku është e brisht me mundësi tensionimi. Pra për atë edhe qëndron ti në këtë stad. Mirë po ta shtrohet pyetja e mundësisë atij që të veprojmë më në aspektin e brendshëm Republikës Kosovës është e jetë e ngushtuar, sepse ai bashkëpunimi vetëm në aspektin e sigurisë mes tri reaguesve, unë mendoj që ka qenë është ai optimalizmi, domethënë nuk ka qenë kur më i mirë se tash që është vetëm në aspektin e sigurisë. Kurse sa i përket domethënë vakumit, se sa ndikon vakumi në aspektin e sigurisë. Po, dhe ashtë ky vakum institucional i Kosovës në të mirë në favor të shtetit serb, si mund ta shfrytëzojnë ata? Padyshim se çdo vakum, siç e tha edhe avokati, ne jemi nër sankcione. Republika e Kosovës në aspektin e sigurisë ka të konsoliduara institucione që veprojnë, domethënë janë pavarura pak a shumë në aspektin operativ nga politika, mirë po në atë aspektin jashtëm, kujt i konvenon domethënë ky vakum? Republikës Kosovës definitivisht se i konvenon ta kesh një qeveri stabile gjithëpërfshirëshe, sepse ty po të presin domethënë në detyra të mëdha. Andaj vakumi mund t'i konvenoj gjithë secilit, por jo Republikës Kosovës dhe qastjeve të saj diplomatike dhe politike që t'ju qastesh geopolitikës dhe geostrategjisë, sepse ty në këtë aspekt nuk do të pret kurkush dhe po të presim probleme ose detyra tepër të mëdha, sa që vetëm edhe këtë dhe ta përfundoj, do të ndohen 820 milion euro nga Bashkimi Evropian dhe ti me këtë vakum si do të përfitosh, do me thonë atë që do të përfitoj Shqipëria dhe Macedonia edhe kaq. Mirë, zoti Dashevci, faleminderit shumë për prezencën tuaj në këtë panel, në emisionin e mëngjesit. Të uroj një ditë të mirë. Për fund krejt Drizan për të rikthyer më pas dhe tek Hoxha. Sa përket mos konstituimit të institucioneve politike dhe ligjzbatuese në kuptimin e asaj të funksionimit shtetëror, hallkës shtetërore, unë mendoj që ne nuk do duhet të lejojmë që kjo procedurë stërzatur politike të ndikojnë në njëra anë në konturat e stabilitetit politik dhe të sigurisë, por në anën tjetër çdo prolongim, çdo stërgjatje e proceseve politike padyshim ka impakte drejt për drejt, sepse më pastaj i lejohet hapësirave të ndryshme, faktoreve të ndryshme të përdorin Kosovën si një luftë hibride, pra si element hibrid, pra mos konstituimi i institucioneve politike mundëson krijimin e elementet hibrid brenda këtyre dhe kjo ndikon. Ajo që është përfolur aq shumë edhe të kaluarën nga kryeministri tani. Pikërisht tash jemi duke përjetuar apo jemi duke ne jo vetëm duke. Kush po shkakton në këtë rast, opozita apo opozita luftën hibride? Domthonë ne nuk jemi duke përjetuar, po jemi në mes të luftës hibride dhe shkaktori kryesor padyshim janë edhe pushteti dhe opozita, pra sepse do duhet të shohim përtej interesave të personale dhe politike të fraksionet të ndryshme, të shohin interesin shtetëror të Republikës Kosovës, sepse
Bota po ndryshon, ne patëm, për ta ndërlidhur, ne patëm edhe blackoutin elektroenergjetik në Spanjë, Portugali, Belgjik, madje, pra po pretendohet që ka elemente ruse brenda këtij sulmit në sistemin elektroenergjetik. Pra imagjinoni, bota është duke u ballafaqur me një luftë drejt për drejt elementeve, ne nuk jemi në gjendje ta zgjedhim një kuvend, një qeveri. Kjo pra është për sfigën e re, sepse jemi sfigën e re, po shpresoj që gjatë javës së ardhshme do të kthillen mendjet subjektet politike dhe deputetët dhe të marrin hapin dhe proceset politike demokratike. Nuk zgjedhet kuvendi, zgjedhet qeveria, nuk zgjedhet qeveria, shkojmë në zgjedhje, pra ne duhet të shohim përtej natave politike. Padyshim. Mirë, të marrim dhe mendimin e zotri Hoxhës kthejt në fund. Zotri Hoxha, po më dëgjoni? Jemi duke biseduar në lidhje me vakumin institucional dhe ndikimin që do të ketë edhe tek ndërkombëtarët njëkohësisht edhe tek çështja e sigurisë në vendin tonë. Fillimisht, është fat i keq në këto momente nuk ka Kosovë ambasador të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe kjo po besoj kish pas rëndësi shumë të madhe dhe ndoshta nuk do të ishim këtë fazë, jo për shkak që kish pas imponim, por për shkak të bashkëautorësisë krijimit të Shtetit Kosovës nga SBA. Mendoni që SBA-t mund të bëjnë, mund të ndërhyjnë dhe mund ta zgjidhin këtë situatë në cilën është Kosova? Institucionet? SBA-t pra janë bashkëfinancuese, bashkëndërtuese të Shtetit Republikës Kosovës, pa diskutim. Kjo është e njohur, prandaj në projektin e tyre po besoj që do të investojnë edhe pak mund që na kthjellonin ne që në këtë fazë kur bota po merret me sanksione, kur bota po shkruan rendin e ri botëror me shtete mbi 80 milion banor, por i shkruajnë programin e armatimit, por i shkruajnë mënyrën e funksionimit të shtetit të tyre, ne kapemi me emra të përveçshëm të Kuvendit të Republikës Kosovës dhe nuk e kuptojmë seriozitetin e statës. Prandaj po them që fatkeqësisht nuk ka një autoritet që ka jo autoritet obligues që do të na detyronte ta apërojmë qeverinë, por ndoshta do të na mbante një këshill se ku kemi qenë, ku jemi dhe ku mund të jemi nëse vazhdojmë me këtë trend. Prandaj po quaj fatkeqësi që s'ka ambasador amerikan, përndryshe pres që shumë shpejt të zgjidhet ndërshi sepse Zoti Kurti nuk zgjedhjet lokale po afrohen dhe nuk ka guxim që ta lejë opozitën e bashkuar që të hyjnë zgjedhje lokale sepse pastaj ballotazhi do ta ndërmarrë. Mirë, faleminderit shumë zotri Hoxha që ke qenë së bashku me ne. Drizan, faleminderit shumë. Grazie.